Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. S'ka dyshim se Allahu është me ata që janë të devotshëm, që ruhen prej të këqijave dhe me ata që janë muhsinun, pra që janë bamirës. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw. Pra Zoti është me të devotshmit dhe bamirësit. Devotshmëria është përkushtim, ashtu si që është bamirësia, të bërit mirë. Pra ti duhet të përkushtuesh në bërjen e punëve të mira. Dhe Allahu do të lartësoj në gradë të lartë. Pra do të rrisë dhe do të bëj prej të dashtënëve të ti eulia. Prandaj, kush janë ata euliat? Pra janë ata që ditën dhe natën bëjnë punë të mira, flasin mirë, veprojnë vepra të mira, japin për sadakave, japin për bamirësive dhe të mirave që ju ka dhënë Allahu, dhe bëj mirë sepse Allahu të bëri ty shumë të mira. Hudal lil muttaqin, ky Kur'an është udhëzues për bamirësit, muttaqint, muhsinint janë po ashtu bamirës, pra të cilët muhsina bëjnë, pra ahsan, pra bëjnë gjërat e mira. Hasanat, pra vepra që Allahu është i kënaqur me ta. Siç kemi edhe shumë ajete kuranore që përmendet kjo fjalë dhe rrejnë fjale, që e ka përmendur Allahu në shumë ajete, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ahsan, hasan, pra që do thot vepra që Allahu është i kënaqur me ta, vepra bamirëse. E bamirësia është përkthjelja e flokëve të një jetimi, ushqimi një jetimi të varfër, ndihma ndaj të sëmurëve, njerëzve të cilët Allahu ka sprovuar me smundje, pra kur Allahu ta mundson dhe ke mundësi të blesh ilaçet, të ndihmosh atyre me ushqime të bazë themelore, ose të blesh ilaçet kur ata nuk kanë mundësi, ose të ndihmosh atyre në forma të mira. Dhe ndihmoje të tjerëve, sepse do të ndihmojë Allahu dhe ty në ditën tënde kur do që ti je më së vështirë. Kur ti ke vështirësi në jetën tënde, Allahu do të ndihmojë ty, e Zoti do të jap ty dhe ti do të kënaqesh. Prandaj Allahu thot në Kur'an mjaft bukur, pra në surën Nahl ajeti 128, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw. Allahu është me të devotshmit, wal ladhina hum muhsinun. E ata që janë bamirës. Pra me kohë qenë ka Allahu, me kënd është Allahu, është me të devotshmit, që janë të përkushtuar pra, dhe me bamirësit. La ilaha illallah. Nalu pak bremendo pak rreth këtij ajeti kuranor, të mendojmë së bashku të gjithë. Ndalemi veç pak të mendojmë. Vepra e mirë dhe fjala e mirë ngriten tek Allahu. Prandaj, nëse ti i bën vepra të mira, ti shkakton efekt të mirë, atëherë ajo mirësi mbledhet të bëhet dhe në fund shkarkohet me të mira. Për shembulli atyre që japin pasurinë rrugën e Allahut, sikur shembulli një kokre, pra misri se helbi, që nga një kokër dalin 700 fesh, varësisht se sa me zemër ke bërë atë mirë. Pra ajo shumë fishohet, e shtohet, pa ndalë. Pra, me kënë është me alledhine, Inna Allaha me alledhine, me kënë është Zoti, pra me kënd qenë ka krijuesi. Kënd e ndihmon krijuesi pra i ndihmon bamirësit, i ndihmon të përkushtuarit, të devotshmit, ata që angazhohen ditën dhe natën, pra Allahu nuk ja hup mundin absolut. Dhe ti nëse angazhohesh, përkushtohesh, ki devocion, ki përkushtim, Zoti asnjëherë nuk ta hup mundin tënd, dhe ta dish se Zoti ka me të shpërbly edhe për sabrin që ke, edhe për durimin që ke, fe sabrun xhemin, pra sepse durimi është bukuri, është mirësi, është sabrun diyan, pra durimi është shkëlqim, është dritë. Prandaj ata që janë të përkushtuar, takva, që kanë devotshmëri dhe që bëjnë, edhe që janë muhsina, pra që janë bamirës,
bamirësia, devotshmëria dhe bamirësia pra janë çelësi i suksesit në jetën tënde. Prandaj nëse je i devotshëm, i përkushtuar në devocion, në punë, në jetën e përditshme, në veprat e mira, në veprat e drejta, dhe nëse je bamirës, jep që Zoti të jap ty dhe ta shumëfishoj të mirat e tua. Ndihmoju të tjerëve, sepse Zoti do të ndihmoj ty dhe do ta shesh rezultatin padyshim me plot suksese të një pas njëshme. Nëse ti ju ke ndihmuar njerëzve në të kaluarën, edhe i ndihmon në të tashmen, mos harro dhe mos mendo që ato të mira nuk do të kthehen një ditë. Do të kthehen atëherë kur ti je ndoshta në ndonjë moment më të vështirë në jetën tënde, Zoti do t'i kthejë ato të mira nga disa njerëz që ty mendes ta merr, ose nga disa krijesa që Allah i ka lënë në tokë. Prandaj, nëse ti ke bërë disa të mira tjerëve, Zoti do të bëjë shumë të mira ty, dhe padyshim që ti nëse ja ke bërë për hir të Zotit, padyshim që Zoti do ta shpërblej bigajri hisab. Pra, Allahu do të shpërblej ty pa mas. Pra nuk mund ta matësh masën se peshën e atyre shpërblimeve të mëdha që do të pasojnë tek ti një nga një pas një, pa ndalë dhe pa rreshtur, në mënyrë zinxhirore të pandalshme tek ti. Pra, kur thot nuk ka dyshim, pra, e hjek çdo hamendësim, e largon çdo dyshim se Allahu pra pa dyshim është me ata që janë të devotshëm dhe që janë bërës të mirësisë, që bëjnë pra punë të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Pra ata që bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashura tek Allahu Dhul Jalal. Nëse ke largu një pengesë për rrugë, nëse ke ushqyer një të varfër, nëse ke ndihmuar një të smur, nëse ke vizituar një të smur, nëse je sjell mirë me nënën, me babën, me familjarët, me farafisin, me njerëzit në përgjithësi, atëherë Zoti është mbikëqyrësi dhe ai sheh çdo veprim tuaj. Dhe padyshim veprimet e juaja pra i shikon Krijuesi, i cili ka lënë edhe me lajket kiramun katibin, të cilët vëzhgojnë pa ndalë dhe shënojnë pa ndalë çdo veprim tonin. Dhe padyshim që shpërblimi do të vjenë dhe do të triumfojë çdo veprues i veprës dhe i punës, pra punës së mirë. Andaj lutim Zotin e Madhreshëm që ta mundsojë Allahu të ndërtojmë ndonjë çesme, të hapim pra ndonjë bunar, të shpërndajmë ushqime për nevojtarët, të qëndrojmë pranë të smurve, të ndërtojmë ndonjë librari ose bibliotekë, qoftë në fshat apo në qytet, të hapim ndonjë institucion inovativ, shkencor, të angazhojmë popullin të rinjt që të punojnë, të veprojnë punë të mira, që të bëhemi shkak që njerëzit punojnë halal dhe të ndërtojnë shoqërinë me baza të shëndosha, të bëhemi shkak i përhapjes së librit, diturisë, edukatës, davetit, të kontribuojmë për davet, për edukim, për shkencë, për moral, për qytetërim, ta parandalojmë të keqen, t'ja promovojmë më shumë dashurinë ndaj librit, shkencës, inovacionit, popullit, rinisë, dhe të bëhemi pra pe atyre vepruesve të veprës së mirë. Allahu ju shpërbleft, e Zoti qoftë i kënaqur me ju.